Neurologu më i vjetër në botë zbulon sekretin. Për të jetuar deri në 100 vite, ndiqni këto 3 këshilla. Neurologu i Cleveland, Dr. Howard Tucker, tregoi disa zakone që kanë bërë trupin dhe trurin e tij të qëndrojë më i shëndetshëm. Në moshën 100 vjeçare, neurologu punon në mjekësi për më shumë se 75 vite. Rekordi botror Guinness e ka marrë edhe si doktori më i vjetër në botë që është në punë për një kohë kaq të gjatë. Dr. Tucker tregoi 3 këshillat e tij për jetëgjatësinë për today. Mos dilni në pension, të paktën sipas tij merruni me ndonjë hobi që ju mban aktiv, sepse pensioni për të është një zgjedhje e dobët. Vazhdoni gjithmonë të mësoni, nuk ka rëndësi mosha. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Për shembull, ju duhet të mësoni kompjuterin pasi gjatë kohës fillojnë edhe ndryshimet. Kjo do vendosë trupin tuaj dhe procesin e të menduarit në punë. Kultivoni gjithmonë lumturinë në jetën tuaj. Duhet jeni të lumtur në punën tuaj dhe në jetën tuaj shtëpiake, pasi jeta jetohet çdo ditë. Nuk keni përse prisni humbjen e saj edhe në një moment të vetëm të ditës. Kështu, sa më shumë të kultivoni jetën tuaj të shëndetshme dhe të lumtur, aq më të shëndetshëm do të jeni. Shëndeti dihet se ndikohet nga një sër faktorësh duke filluar nga cilësia e sistemit të kujdesit shëndetësor deri te zgjedhjet e stilit të jetesës. Nivelet e shëndetit të një popullsie vlerësohen bazuar në tregimet se si është jetëgjatësia, shkallja e humbjes së jetës dhe ushqimi. Kombinimi i këtyre paralajmëron edhe një pamje të qartë të mirëqenies së përgjithshme të një vendi. Çdo vit, vendet në mbar botën vlerësohen në bazë të shëndetit të tyre. Analiza e indeksit të fuqisë në 2024 ka nxjerrë në pa vendet më të shëndetshme në botë dhe i paraqet kombet me statistikat më mbreslënse shëndetësore. Singapori është mbreti i shëndetit. Singapori kryeson në botë në renditjen e shëndetit dhe kohët e fundit është përcaktuar si një rajon zone blu ku njerëzit kanë më shumë gjasa të jetojnë mbi 100 vite. Në fakt, numri i njerëzve që arrin ose i kalojnë 100 vite jetë në Singapor është 10 herë më i lartë se në Shtetet e Bashkuara. Iniciativa e qeverisë të tilla si ato që promovojnë ecjen në këmbë përmes taksave të përdorimit të automjeteve, karburantit dhe rrugëve, së bashku me stimujt tatimor për familjet që jetojnë pranë njëra tjetrës, ka të ngjarë të kenë kontributin kryesor në mbreslënien e jetës së gjatë. Japonia me jetëgjatësinë më të lartë në botë. Në vendin e dytë është Japonia, e cila ka një jetëgjatësi më të lartë në botë. Vlerësohet veçanërisht se më shumë se gjysma e grave të lindura në vitin 2023 pritet të jetojnë deri në 90 vjeç. Ashtu si Singapori, Japonia ka një zonë blu. Në Okinawa, ku banorët përfitojnë nga një sens i fortë i qëllimit, si dhe nga ekzistenca e rrjeteve të forta sociale. Këta faktorë kulturor dhe social luajnë një rol të rëndësishëm në jetëgjatësinë e popullit japonez. Gjithashtu, Zvicra e dalluar për jetëgjatësinë më të lartë në Europë. Në vendin e tretë është Zvicra, e cila kombinon stabilitetin ekonomik me norma të ulta të obezitetit dhe kujdesin e shkëlqyer shëndetësor. Ky shtet kombëtar krenohet me jetëgjatësinë më të lartë të Europës, me gratë që jetojnë mesatarisht 85.8 vite dhe burrat 82.2 vite. Në pjesën e jetëgjatësisë së banorëve të Zvicrës është për shkak të faktit se vendi u ofron qytetarëve të saj akses të jashtëzakonshëm në kujdesin e mirë shëndetësor. Gjithashtu është e rëndësishme edhe gjenetika juaj. Howard Tucker është pothuajse mjeku më i vjetër në botë. I lindur në vitin 1922, ai ushtron mjekësinë që nga viti 1947 dhe shpesh është pyetur se si mund të qëndrojmë të shëndetshëm, të lumtur dhe të kthjellët në këtë moshë, dhe ai përgjigjet se, ndërsa genet e mira dhe fati ndihmojnë, ai ka ndjekur disa rregulla për aq kohë sa i kujtohet dhe duhet se funksionojnë. Ai ndau për CNBC edhe hapat që ai ndjek vazhdimisht. Ai nuk e kalon kurrë jetën në mënyrë pasive. Ai punon për më shumë se 45 vite sipas librit Guinness dhe është mjeku më i vjetër në botë dhe gjithashtu, ai ushtron edhe disa mundësi të ndryshme për të qenë i lidhur edhe me pacientët e tij. Në ditë pushon edhe duke konsumuar ushqime të duhura dhe frekuenton familjarët e vet.
kështu ai vazhdimisht bën gjëra për të qëndruar vigjilent. Ai punon në jashtë. Me sa duket në moshën 100 vjeçare, ai nuk e ndali kurrë vrapin ose skit, por ecën me shpejtësi në rutinën e tij. Në fakt, nuk ndalet para se të plotësojë 5 kilometra çdo ditë. Nuk e konsumon duhanin. Këtu në rregull nuk kemi shumë për të thënë. Ai nuk ka pirë kurrë duhan në jetën e tij dhe inkurajon personat që secili prej nesh të ndjekë shembullin e tij. Ai nuk është në dietë. Gjëja kryesore është të bëni gjithçka me moderim. Ai gjithmonë edhe konsumon her pas here ushqimet që ai preferon. Fakti që nuk mban dietë nuk do të thotë se ai e tepron me to. Konsumoni gjërat me mazë dhe kështu do ta keni më të lehtë të merrni gjërat e duhura të cilat trupi ka të nevojshme. Cili është sekreti për një jetë të gjatë dhe të shëndetshme? Sajti A Place for Mom është përpjekur të gjejë edhe përgjigjen e kësaj pyetje të kamotshme duke analizuar këshillat e atyre që kanë jetuar për mbi 100 vite. Kompania ka analizuar 100 intervista me persona që kishin jetuar të paktën 100 vite dhe ka zbuluar se ndonse 25% prej tyre kishin ndjekur këshilla për një stil të shëndetshëm të jetesës, 29% prej tyre kishin shmangur ato. Merrni shembull nga Agnes Fentno, e cila kishte besuar se të konsumonte 3 elementë ushqyes të ndryshëm mund të kishte edhe një përparësi më të madhe në jetëgjatësinë e tyre. A keni menduar ndonjëherë se çfarë i bashkon njerëzit që jetojnë për më shumë se një shekull? Nuk bëhet fjala për dieta strikte, superushqime të shtrenjta ose suplemente të pafundme, por për zakone të thjeshta të qëndrueshme dhe për të trashëguar brez pas brezi edhe genet. 3 zona të njohura të jetëgjatësisë janë në Greqi, Japoni dhe Itali. Gjithashtu do t'i japim disa mësime të vëera që mund të zbatoni edhe në jetën tuaj të përditshme sipas studimit. Në Greqi, jeta që harron kohën. Banorët në një ishull të Greqisë njihen për jetë të gjatë, energji dhe qetësi shpirtërore. Sekreti i tyre fillon në kuzhinë. Fasulet dhe thjerrzat janë baza e dietës. Zarzavatet e egra dhe erëzat lokale përdoren çdo ditë. Buka me maja natyrale dhe vaj ullirit i pasur në të ftohtë janë të padëmshme. Mishi i konsumuar rrallë vetëm në raste festive. Një gotë verë vendase gjithmonë në shoqëri. Në Japoni, ngjyrat në pjatë dhe qetësia shpirtërore. Në Okinawa, vendi me përqindjen më të lartë të personave që kanë jetuar mbi 100 vite në Japoni, gjithçka fillon me një pjatë të mbushur me ngjyra. Patatet e ëmbla janë një burim kryesor i karbohidrateve. Ushqimet bazë në tofu, perime të zjera, peshk, ndonjëherë edhe pula pa djath. Por mbi të gjitha ata hanë edhe me vetdije, ngadalë dhe nuk ngopen kurrë plotësisht rregulli Hara Hachibu. Ndaloni kur jeni 80% i ngopur në japonisht. Në Sardenja, fashulet, djathi, vera dhe shija e jetës. Sardenjanët janë ndër popullsitë më jetëgjata të Europës dhe ushqimi është një nga arsyet kryesore. Supa me fasule, perimet e freskëta, vaj ullirit janë të zakonshme. Konsumojnë djathë delesh të fermentuar natyralisht i pasur me probiotik. Buka e tyre tradicionale pa aditiv dhe në fermentim të gjatë. Verna Konawa me përmbajtje të lartë të polifenoleve konsumohet rregullisht, edhe gjithashtu në shoqërinë edhe me masën e duhur. Por çfarë mund të mësoni nga ata? Nuk ka pse të zhvendosesh në një ishull mesdhetar ose të hash tofu çdo ditë, por mund të shtoni edhe më shumë zarzavate, fasule, ushqime natyrale në dietën tuaj. Konsumoni më pak mish, por zgjidhni edhe momentet e veçanta. Përdorni vaj ulliri cilësor në vend të yndyrnave të përpunuara. Kujdes me marrëdhëniet sociale, një darkë e thjeshtë me njerëzit e dashur ka më shumë efekte se çdo vitaminë. Në fund të ditës, jetëgjatësia nuk vjen vetëm nga ajo që hani, por edhe nga mënyra se si jetoni. Të hash thjesht, të ndjesh kënaqësi në ushqim, të ecësh shumë, të qetësohesh, është mënyra më e mirë për të evituar stresin e ditës. Këto janë përbërësit e vërtet i një jete të gjatë dhe të shëndetshme, citon WebMed. Gjithashtu, edhe gjenetika është një faktor ndikues i drejt për së drejti në të paktën 25% rasteve, citoi studimi. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.